Të dashur miq, po takuam edhe sonte bashkë në DTV Media. E sonte në thuhet kam kënaqësinë dhe nderin ta kem hoxhën e nderuar Ilmir Rexhepi, që vjen për herë të parë në thuhet për me nda shumë çka nga jeta e tij private edhe ajo publike. Hoxh, mirë se erdhe dhe faleminderit që i the ftesës po. Mirë se gjeta. Herë pas here kemi bë plan, po si duket ka kanë kismet sot më realizu intervista. Po, ne planifikojmë tjetër kush sigurisht. Është edhe hadith, fjallë e dërguarit. Nga njerë është mirë mos mi planifiku gjona, si duket. Mandej ndodhin... Planifikimi është detyrë. Është detyrë. Është për atyre që themi për sebepeve, që të t'i marrim. Mirë, për nuk do të këmbgullim, pastaj të na vija ajo që e kërkojmë. Sepse krejt ka fshetsira, ka sekrete. Mund na vinë edhe më të mira se so i planifikojmë. Edhe këto është qëndrëna i kuptimi i pozitivitetit. Që edhe Zoti Madhruar në hadith kutsi na thotë që kur mendoni për pritjet prej Allahut, mendoni që ato do të jenë të mira. Domethënë ka qenë risk sot. Duket se po, nëse kemi frim ta mbarojmë. Hoq, edhe një herë po du me t'u falendëruar që ke ardhur dhe që ke marrë rrugën për me ardhur dhe për me shfaq shumë çka. Ju kom pa në media, ju kom përcjell me thonë të drejtën, po më shumë ju kom përcjell në statuse, në rrjetet sociale të cilat janë shkrime që nuk diskutohet, mi rilexu qindra herë. Ju kom ndjek, ka kohë që ju kom ndjek me thonë të drejtën. Kur i kom pa ky është realiteti me thonë të drejtën. Kur i kom pa në media, keni folë më shumë mbi fen, mbi gjithçka që lidhet me besimin, por jo për te asaj që na dojmë me ditë. Mbi fëmijërinë, mbi jetën për te petku të një hoxhe të suksesshëm. Pse, po nisi me pyet pse ke vendosur me mbajt hermetikisht këtë pjesë për vete? Jetën private. Nuk është që ka të bëjë ndoshta me ndonjë vendim, po ka rrjedhë kështu, si ka rrjedhë. Që ndonjëherë me njeriu mendon që të mos i lodh me çështjet e veta të tjera. Ose nuk vëren se mund të kenë ndonjë ndikim, ndonjë impakt. Edhe hesht, po ka edhe diçka aty që janë punë të karakterit, besoj. Okej. Më merr mendja. E besoj që sonte është koha dhe momenti i duhur për me thonë ato që s'e ke thonë. Është vështirë gjendet arsyeja e thellë. Kuptoj. Se ne për ditë njohim edhe veten më shumë, jo vetëm të tjerët, edhe veten njeriu për ditë një më shumë. Nga një nuk di edhe disa qëndrime pse i merr. Po e di që në ato është i palëkundër, është shumë i qëndrueshëm, po ndoshta as vetë nuk i di motivet. Me thonë të drejtën, ju jeni nga ata hoxhallar që dashëm ose nuk dashëm ju e runi hermetikisht jetën private prej syrit të publikut. Më pëlqen kjo. Përgjithsisht, ndoshta nuk është që kam bërë ndonjë analizë. Flasim mbi fëmijërinë dikur, se ku i kanë fëmijërinë e juaj? Ta kthejmë hoxhën shumë mbrapa. Fëmijërinë e kujtojmë si kohën më të mirë, besoj si çdo njeri, me gjithë vështirësitë dhe peripecitë që ka pasur ajo. Ajo është periudha besoj më e mira, më e bukur. Që shpesh na vjen në mendje, shpesh edhe ndërlidhi me ngjarjet që vijnë, po gjithnjë me mall, me nostalgji, edhe me shumë respekt për njerëzit e asaj kohe, që janë të papërsëritshëm. Po, kur e kujtojnë fëmijërinë, sigurisht që na bjen në mend shumë çka. Çush e kujtoni në këtë rast? I dashëm besoj që jeni edhe sot i rritur me të tjerët, apo jo? Ndoshta kemi qenë si tip më i ndruajtur. Dhe pikërisht kjo mund të ketë qenë arsye pse për shkak të kësaj karakteristike dhe baba im ka vendosur që të ma propozoj që të vazhdoj shkollimin në medrese, sepse ka lidhur ndruajtjen edhe me gjëra fetare. Po besoj se nuk është që ma ka thënë, po unë kur e rikujtoj mendoj që kjo mund të ketë qenë arsye. Po besoj dashurën edhe i mirë që je edhe sot, ke qenë edhe fëmijë i vogël, apo jo? Nuk mund ta them. Nuk e them. Ne them dot. Çka kujton prej asaj kohe? Besoj që ka qenë koha më e bukur edhe më e mirë si fëmijë, ëndrat, dëshirat. A keni dashur gjithmonë me qenë në qendër të vëmendjes? Jo e kundërta. Jo, jemi shuar për të kundërtën e kësaj që thua, do të përmenda më herët, shumë i ndruajtur. Por me shoqëritë shumë na ka lidhur atëherë futbolli, ping-pongu, sporti,
A ka qenë koha më e mirë besoj? Po, në atë periudhë? gjithsesi. Nuk kemi pas shumë, Gjithsesi. po besoj që jemi kohën shumë të kënaqur. Besoj ka qenë jetë më origjinale edhe më spontane dhe edhe ne shpesh ato vlera sikur I kërkojmë që na vinë edhe në kohën e sodit, po nuk vinë dot ato se kanë shku. dinamika e jetës, po, ndryshimi I njerëzve, ndryshimi edhe I vetvetes, se nuk është thoj vetëm gjithë tek të tjerët, shpesh është edhe te vetja. Çka të mungon prej asaj kohe? A ka diçka që të mungon fort edhe sot? Për të mungojnë shumë. Gjithë aty që kanë qenë mungojnë. Po mungojnë prindrit, mungojnë njerëzit në kohën si kanë qenë atëherë. Mungon ai lojrat e fëmijërisë sigurisht. Edhe ato, edhe në përgjithësi jetesa siç ka qenë atëherë. E thash s'kemi pas shumë, po kemi qenë rahat, apo jo? Po gjithsesi. Kjo është më e bukur kur e kujtojmë. Po sigurisht kur na kujtohet fëmijëria, kemi nostalgji, kemi gjëra të cilat për ne I ruajmë me fanatizëm shumë, e që kisha dashur shumë u kthy edhe një herë edhe me kujtu kohën. Okej, ani pse kemi pas vështirësi, kemi pas ndoshta shumë gjëra rrugës, po gjithsesi prapë themi mi kanë shumë të kënaqur edhe të lumtur me njerëz që na kanë dashur dhe na kanë vlerësuar shumë, e që sot është e kundërta me thonë të drejtën Hoxh. Kur po ma kujton ti këtë, unë po e reflektoj, po e mendoj që ndoshta edhe ky kujtim që kemi e shpreh edhe një lloj njerëzilloku të ndintimin, të kujdo që I vjen kjo kujtes me mall me nostalgji, po ndoshta është edhe ajo zëri I Zotit që ndërlidhet këto kujtimet tona dhe na thret për ato vlera. Na thret që ti ripërsëritim, ti sjellim prapë në të përpiqemi që të fëmijët tonë apo të rrethi kudo do thotë ti risjellim. Prej fëmijërisë kur të flasim keni rujt shok meq? Po, kryesisht. Edhe sot? Po. Po, shihem ata. Keni arrit për me I rujt ata meq, ata shok, ata dashamir? Sepse kanë qenë të vendit, do të fshatit ku unë jetoj, edhe është më lehtë që ti kontaktojmë tash. Edhe puna që në bëjnë në ndërlidh me ta, një pjesë e madhe janë jashtë në mërgim, po edhe me ta mbojmë kontaktet. Po sigurisht që keni rujt, do me thonë, kjo është shumë e rëndësishme, keni rujt një shoqëri prej kohës kur keni qenë fëmijë ose student apo di. Po, gjithsesi. Kjo është pjesa më e bukur. Po llogaritem nga pasuritë më të mëdha që mund të kemi. Po sot është e kundërta Hoxh. Sot është e kundërta. Sot ne që s'kemi meq, kemi pak. Fakti që kritikojmë këtë gjendje të sotit, kjo flet për diçka, flet që ende ka diçka. Vetë fakti që e kritikojmë. Edhe nëse nuk mund ta mbajmë, të paktën e konsiderojmë atë periudhë apo ato karakteristika, ato të veçanta që I ka pasur ajo periudhë. Shumë mirë. Kur flasim mbi shkollën, shkollimin, dijen, flasim mbi studimet, medresja, tregom këtë periudhë edhe tregom a ka pas dikon që ju e keni mbajt ose ju ka mbajt afër, sepse kur flasim mbi studimet, secili prej nesh na kujtohet dikush një dorë e fortë që na ka mbështet fort. Se kur gjë nuk ka qenë e lehtë edhe thjesht mendoj edhe për juve Hoxh. Për mua dora e fortë për të shkuar në medrese ka qenë babai. Ka qenë dëshira e tij, insistimi I tij që të shkoj në medrese dhe kjo e vinte atë në kundërshtim me mësuesin tim. Se mësuesi Ragip Beqiri, që e shmoj shumë, se ka bërë shumë për mua si mësuesimi që ka qenë dhe më ka konsideruar si nxënës. Edhe ai ka pasur një ide për mua që të shkoja nëse nuk ga bëj atë në Kroaci që të studioja për matematikë, se më shkante matematika. Mirë, po kjo binte në kundërshtim me dëshirën e babait, që unë kisha emrin e gjyshit, pra emrin e babait, edhe ai donte që të më çonte në medrese. Edhe mboj mend si sot atë konfliktin që ata dy kishin mes vete, edhe diku rreth për 2 vjet ata nuk kanë folur mes vete për shkak të këtij konfliktit. Keq kuptimi.
Deri sa një ditë u mbajt një organizim medrese aty, erdhen edhe mësuesit e tjerë. Prej tyre nuk e kujtoj çfarë ka qenë organizimi, po i ra mësuesit tim që të vinte medrese dhe pa që nuk është ajo çka ai e kishte menduar. Pastaj ka ardhur te shtëpia edhe i ka kërkuar falje babait tim, edhe ka thënë që mirë kishte bërë që kishte ardhur në medrese. Po kjo dëshirë e madhe për me qenë në medrese, a ka filluar qysh prej fëmirisë, sepse me sa e kuptoj, ju keni jetu në një rreth fetar, besimtar, praktikues, apo? Po, se migja i babait tim ka qenë huq, mullakiju, edhe familja është shuar për vlerat fetare, për mbajtjen e fesë. Qysh prej mëtit, do të sa nuk edhe nuk ka qenë një forme imponim për me qenë hoxh, apo jo? Jo, imponim jo, orientim po. Orientim po. Po, pastaj shkoja ime në xhami, që mësojat ka qenë ishkër imam i Bashkisë Islame të Ferizajt, Molla Suleman Efendi Rushaj, që mësonin te kaja, ishte hoxh, edhe ishte shumë vështirë të pranohesh atëherë në medrese. Kishte shumë konkurrencë. Do të nga 20, nuk di sa konkurranin, pranoheshin veç 2 ose 3. Prej Ferizaj që e përfshinte edhe shtimen atë. E se kujton kohën në medrese? Mund kalon për shtypje, mi thonë të drejten, para pak kohësh që isha si ligjërues për diçka, edhe më kalon për shtypje, a është në realitet ashtu që e shohim? Para se dal të medreseja, kur e mendoj të shkore ime në medrese, mua më kujtohet momenti kur ai hoxha, që ai e dinte kush po pranohet e s'po pranohet, atë nuk kishim kësa qasësh në internet apo që dinim jemi pranuar apo jo, kur ai ka ardhur te shtëpia dhe ka sill, i thën, atë të shumë peshkirin për përhaj, dhe unë e kujtoj gëzimin e babait. Interesante edhe kjo pjesë kur po flet edhe mbi babën. Kur mendoj për medresen, do të e kujtoj atë çast. Po besoj është gëzu, është kanë krenar baba përderisa ju keni. Po shumë. Edhe më vonë mund ta ke marrë vesh se me çka i është lidhur atij, do thotë. Ka pas bëj me vazhdimin e traditës, me ndonjë amanet, me kështu. Po te medreseja? Tregoni momentet më të bukura në medrese. Po, te medreseja kishim shumë shok të mirë. Në medrese shkonin prej familjeve të mira, ishin djemë të edukuar, edhe ata që i kishim klasë, po edhe me tjerët, profesorët ishin edhe janë shembullor, se më vonë pastaj edhe kam dhënë se ndikon 15 vjet aty, jam kthyer për dhëmsim pas studimeve. Shok të mirë që nuk dallonin prej atyre që i kishim në fillore, në fshat, do thotë. Edhe ka qenë i lehtë integrimin në atë shoqëri. Po me kolegët? Raporti? Kontaktet? Me kolegët mendon nxënësit apo më vonë si profesor? Jo, si profesor. Jashtëzakonisht mirë. Shumë të mira? Besoj se po. Po të ngacmoj hoq, po të ngacmoj. Po, sepse unë isha nxënës i tyre. E kuptoj sepse unë që shë mbaj mend, si fëmijë i vogël, dhe me thonë, roli i një hoxhe dikur ka pas një peshë tjetër, edhe sot është tjetër. A pajtohesh me këtë mendim? Është, sepse ka ndryshuar shumë. Po ndoshta për shkak të rrethonave të tjera. Parasysh se sistemi i organizimit shoqëror edhe vetë organizimi ndryshëm i familjeve, këto i kanë pasur ato ndikimet e veta edhe në rolin e imamëve dhe të xhallarëve. E kuptoj. Tregon momentin më të rëndësishëm kur erdhi thirrja prej Zotit për me fal namazin. A e kujton momentin? Nuk do ta quaja thirrja, po baba im falej xhaxhojem rrethi që kisha. Kur u ardhi juve çaj sinjal? Mund të ketë qenë para se të shkoja në shkollë. 6 vjeçar, ndoshta, sa atëherë hynim 7 vjeçar në shkollë. Ndoshta ka qenë kur kam qenë 6 vjeçar. E kujtoj bile edhe çastin kur kam shkuar për herë të parë, se baba im po merrte abdes, edhe tha që kam të marrë aty dielem. Këtë fjalë më mend po. Në detaj, hoq?
Shumë jep detaje, hoq? Detaje janë shumë me mësimet të xhamion, se shkoj atje që edhe tash jam imam atë, nuk hiqen ato kujtimet kur ishim fëmijë, kur mësanim. Ajo nuk ishte vetëm mësim, ishte edhe lojë, ishte edhe shoqërim, ndoshta edhe haliti për një pjesë të atyre aktivitete. Apo thuni që e një kohë edhe nëse guxoj me përdor shprehjen edhe i halet shumë kështu? Jo. Se besoj. Jo, nuk ma thonë, po edhe nuk e besoj. As ju nuk e besoni? Jo, vetë se s'dua të kem qenë, po... Jo, nuk e besoj, sepse natyren qysh edhe sot të njohim edhe na prej publikut. Nëse më raportojnë sa këtirë, nuk del që ka qenë është. I butë, me njëj që nuk e qenë i haletshëm që shpo e përdorëm nasë. Apo ti po me përmend disa cilësi që në tash për vete ti pranoj. S'po di sa është drejt. Jo. Së është etiketi ti pranoj ato. Jo, mirë po bënë, hoqë. Shumë mirë po bënë. Rruga drejt, dhe më thonë për më bë hoqë, so ka qenë e vështirë? So ka pas pengesa gjatë rrugës? Rrethona ndoshta e kanë lehtësuar. Hoqë punësh është vështirë të punësh për shkak të rrethonave të gjëra të tjera. Nuk e di pse mendoj që sot është e lehtë për më bë hoqë. Kurse ai që ka ndërmend të bëhet hoqë, nuk mendoj që ka vështirë. Kur e ka ose qëllimi, kur i asos një pune, kur e vendos, do thotë nëse e ka atë me shumë përkushtime dhe e ka për një mend, Zoti i lehtëson rrethonat. Edhe të mësimit duhur, se do të studiash për të bërë hoqë, do të krysh ato shkollimin për katës, mësimet e duhura, ndoshta edhe një varg sjellje që do t'i zatrash me njerëzit. Këto gjitha besën i lehtëson Zoti. Po më vështirë pastaj është qëndrosh. Sepse njeriu në jetë do të ka oferta ndryshme, ka joshje me thënë drejtën. Po, edhe do të jesh shumë i vendosur që të mos lakosh. A ka pas momente kur ju keni dashur me luhat nga rrugtimi që keni marrë? Ka pasur momente kur ka pasur vend që të luhatasha, po vendosmëria është ka qenë edhe shumë e madhe që na do të punojmë si imam dhe ta përfundojmë jetën si imam. Është vendosmëri, do që unë nuk e marrë me mend si thyte. Nuk e imagjinoj atë moment kur unë do të thyesha për të mos qenë imam, se nuk do ta konsideroja veten më. E kuptoj, po funditjet si jemi njerëz. Ka edhe momente që thohem që jo, nuk po muj ma. Edhe është drejt, edhe nuk e quaj gabim që të mos keq kuptuam. Unë flas për veten, për vendosmërinë. Sigurisht. Aja është drejt e çdo kujt që e sheh veten në një fushë tjetër që mund të kontribuojë më shumë, apo që i bie më mirë, nuk ka as obligim as prej Zotit, s'ka obligim që të rrinë në një vend. Unë po flas vetëm për veten time dhe për vendosmërinë që kam për të qenë. Jo, është e kuptueshme. Po a keni pas edhe si vogël një model të një hoqe, të një njeriu i cili jep dije mbi fen, a ka pas? Unë kam pasur xhaxhon e babait. Okej. Mallaki ja ka thënë. Okej. Pa të mbaj mend më pak. Se unë diku 18 vjeçar ai do të ketë vdekur. Po aty babai më s'ka qenë hoq, ka qenë shumë fetar. Kuptoj. Do të thonë modeli më mirë keni pasur. Në rreth shoqëri e ka luajtur rolin e që sa ti themi Davexiut. Atë nuk kemi thënë Davexhi, po si njeriu fetar që i ka këshilluar njerëzit për femë, do të edhe ka ndikuar të tjerët. Po edhe imamin që kishim ka qenë shumë imam me sjellje të mira, i pëlqyer edhe është për model. Pastaj profesorët medreseje, gjithë ata që i kam njohur. Edhe s'mund t'jenë ndryshe imamët. Edhe nuk mund t'jenë ndryshe se aty ku përmendet në Kur'an edhe emri e imë përmendet në kontekst lëvdues. Devijimet janë tjera gjëra, flas për thelbin, për esencën. Po kur flasim mbi këtë rrugtim, nëse guxojmë me pyet sot, a ka hoxhallar të mirë? Nuk ka tjerë. A ka hoxhallar të lezetshëm? Ka. Edhe shumë bile. Që njohin edhe fusha tjera, jo vetëm fushën e... Nuk e di nëse pajtoni edhe ju, unë mendoj që
Po, ka hoxhallar të cilët nuk janë shumë pjesë e mediave, duke ju përfshirë dhe juve, por që japin një kontribut goxha të madh. Po, sa është Sepse sot jemi mësuar me thonë të drejtën që me pa shumë hoxhallar të cilët janë futur në një rreth ku kanë depërtuar në showbiz e kjo nuk po më pëlqen fare. Po, spektakli shumë edhe e thonë kështu që do të jesh në nështruar spektaklit, kjo nuk mohohet. Është e dukshme, kjo është shifër. Po, pastaj edhe ata që bëjnë ata mund mendojnë ndonjëherë me atë punë, se thonë mos po e shfrytëzojnë si mjet për të quar ato qëllimet e tyre që janë për të vetës e tyre që janë fetare, edhe të motive kështu të mira. Do të jemi të prirë, edhe do të jemi të prirë që njerëzit të marrim anën e mirë që mund ta mendojnë. Po mirë, nëse sot rinia do me mësu fejen, me njohë Zotin, a duhet patjetër për me pas kontaktin me një hoxh, apo me ndjek në rrjetet sociale, apo me pa në dalje publike të mëdhaja, nga njëherë edhe disa deklarata të cilat nuk janë shumë të hishme? Fillimin mendoj është mirë dikush, do të ishte me fat dikush sikur ta njehte një hoxh. Apo të shkonte te xhamia, të njehej me hoxhën, edhe ato mësimet e para ti merrte nga hoxha. Pastaj lezimi është mënyrat e mësimit janë të hapura. Po ti kish më qenë këshilla jote për të rinjt sot? Me lexu më shumë, apo me ndjek një hoxh edhe me ti dëgjojnë s'pari hoxhallarët, të mos japin mendimin nga... Si hoxhallarë, hoxh? Nga vetja hoxhallarët që i kemi. Unë besoj edhe në një teori fetare që gjërat nuk janë rastësisht. Kuptoj. Ne mund të kemi gabime, mund të kemi gabime, mund të kemi edhe gjëra negative, edhe mëkate, gjithsesi. Mirë po, për mendimin tim, dikush kur punon hoxh, pranon të punoj hoxh, edhe ato e bën me respekt punës, edhe me devocian, aty flitet për diçka të mira, mund të ketë gabime, mund të ketë edhe gjinohe. Mirë po, nuk është ndoshta e rastishme pse është imam, ka diçka. Jo, ka diçka të mirë. Është e kuptueshme. Po, kurse nuk jam kundër kritikës, po nuk jam në pozitën që jap kritikë. Kritikën të jepni ju. Po unë po flas gjithmonë në rolin e... Se gjithçka do t'i nështrohet kritikës. Po ju pastaj që ato elementet kritike që janë me vend, ato ti kujtojmë atë mendojnë që janë si rregull, që këta njerëz zbojnë apo që janë kështu, se pastaj tepruhet. Pastaj janë mesatarja që përmendet në Kur'an. Kuptoj, unë nuk po flas në rolin e gazetarit dhe prezantuesit në këtë rast, po flas si një shikues, i cili shoh hoxhallarët të cilët janë të renditur në showbiz, edhe deklaratat të cilat mu nuk më pëlqejnë, edhe thjesht mu mi bos skip edhe mos mi pa, është shumë e thjesht. Unë e shën një lidhjet e puna e nivelit, si janë njerëzit janë hoxhallarët, si janë njerëzit janë edhe politikanët. Është një ndërlidhje që kritike nuk mund ta bëjmë një drejtimshë. Do të lidhet besoj me gjithë rrethonat, me gjitha zhvillimet fetare, kulturore, materiale. Te materiale, kur dalëm dhe flasim, ka eksperienca pas eksperiencave të mia, dikur me thonë të drejtë më ka mendu që hoxha, po ta tregoj një realitet, ka mendu dikur që hoxha nuk duhet më ka një pasor. Edhe në një rast, një hoxh do me thonë më vjen një mision. Edhe kur vjen hoxha, wow, thamë hoxh, unë ka mendu që hoxha do të më kanë, po më jo në qatë nivel, do me thonë, po tha, qa me bëha ljabë, tha, gjemati, do me thonë, hoxha vozit ke eren gjover, edhe po me tha, gjemati, edhe e kisha konceptin si i vogël, si fmi i vogël, që hoxha nuk duhet më ka një pasor. Çështja e pasorisë është risk. Është e kuptueshme. Mjafton të jetë me halal, pastaj ajo si të jetë le të jetë. Nuk do ta paragjikonim dikë pse është i pasur. Jo, po konceptin si fëmijë kisha mësuar që hoxha nuk do të më kanë. Në atë kohë isha shumë i vogël, nganjëherë isha edhe në xhaminë e madhe në Ferizaj. Është një rast që tregohet edhe është i ndërlidhur me rastin tënd që po e tregon që ai rast më kanë vënë mua, jo në këtë rast rrëfimit tënd, i ndihmon rrëfimit tim.
Një nxënës mëson të Hoxha, edhe ai sigurisht i flet edhe për çështën e rrezikut, i flet edhe që besimtari nuk do të ngarant pas pasurisë, pas materiales. Po në ndërkohë që ai që ta pjekat nxënësin e tij thotë, ç'ka është ta ç'është një amanet të një Hoxh tjetër që ka qenë shumë larg. Edhe ai shkon, po kur arrin te shtëpia e atij Hoxhës së madh, vren shtëpi të mirë, vren gjëra që të kohës kanë qenë do të thotë vetëm njerëzve shumë të pasur. Edhe ky në vete e priton një zhgënjim, se ma kujtove, se thotë, a thua kjo që po na mësohet është e vërteta, po ka diçka. Edhe ai me atë më dyshen kthehet te Hoxha i vet. Ai qëllimisht treguohet që ka dërguar që ta vërë në sprov, edhe ta vërë në atë meditim që pastaj t'jap një këshill. E i thot, a qove amanetin, a i thot, po, thot, si të duk, thot, mirë, se fletan dhe me respekt për e Hoxhës së vetë. Thot, krejt mirë, thot, s'pate diçka dyshim. Edhe i nisë të tregon të vërtetën, thot, jo, po, thot, ti na ke mësuar që ne të rrim të varfërt, mos nga rendim pas materiales, kurse punat e ishte kështu. Edhe vren që kjo është hutuar, e thot, thot, a njeri vërtet ka pasuri, mirë pa ti nuk e ka në zemër pasurin, e ka në prunë, në prëndësi. Kurse ti thot nuk i ke ato, edhe të kanë hyrë, pas kanë hyrë në zemër. Thot, kjo është gabim. Do të nuk është gjëmë më katë, se dhe ka pasur shumë dërguarit e Islam që kanë qenë shumë pasur, nuk është gjëmë më katë, asë nuk është shenjë e keqe që një hyrë tjetë i pasur. Mjafton që pasurin të mos ta ketë në zemër, mos ta ketë pasurimin në zemër, se nëse është në zemër, atëherë është problemi. A pse ka në pronësi, nuk është ndonjë problem. Është sfidë e madhe, është provë e madhe, për njerëzit flas tash, në përgjithësi se xhallar ka shumë pak ashtu të pasur. Sigurisht, por shumë pak ajo është zinxhir se flitet për xhallar dhe në këtë aspekt do flitet për varfrinë e tyre, por se realiteti më i madh është ky. Që xhallarët janë kryesisht të varfër. Kryesisht të varfër. Sot? Në këtë kohë, po thoni që janë të varfër? Kryesisht, tash. Kuptoj. Ato raste tjera mund të jenë përjashtimore. E kuptoj. Tregom momenti kur jeni bo hoxh në xhamin të cilin ju jeni sot. Tregomi momentet ç'është ndodhi, pse ndodhi, sepse gjëja më e bukur është kur bash hoxh në një vend ku ju e keni ndruar gjithmonë. Kur ktheva për studimeve, atëherë ishte hapur një konkurs edhe konkurruva, kuptohet për fshatin tim, kërkesa ka qenë e xhamatlive, e atyre ata ishin disa si krerët familjeve. Ata më kujtohet që erdhën në shtëpi dhe kërkuan prej babait të hyja imam, se imami që ishte ai u bë kryeimam bashkisë islame, ishin edhe rrethanat. Dhe ishte kërkesa e tyre. Isha me dyshje në fillim që të arnesja ajo mos ishte herët, po në fund vendosa që të konkurroja. Edhe u bën hoxh. Edhe bëra hoxh, të njëjtën vit pastaj kam nisur punën në medrese. Shumë mirë. Ju edhe shkruani, edhe shkruani bukur, edhe shkruani mirë me thonë të drejtën. Shpesh herë kur i lexoj shkrime, se kur them shkruani e marrin te ne që ai malia pas së gjash. Kur lexoj gjithmonë tekstet ose shkrimet e juaja, ose s'po di ç'është më thonë ndryshe. Kur nuk e di, shumë emocione ka brenda, po mira ka diçka prej teje. A janë diçka personale ato shkrimet që janë shumë të rëndësishme, sepse sidomos këto të fundit janë goxhe emocionuese me thonë të drejtën, ke ditë me na prej hoxh. Pas kam arritur qëllimin, po. Shumë. Madje i kam bërë screenshot në telefon. Shkrimet gjithsesi kanë motive personale. Mirë, po ne nuk i ndëlidhim, nuk i japim ato ndëlidhet. Se mendojmë që shkrimi do të lihet i hapur, që pastaj ai mund vlej edhe për raste të ngjashme. Po mira, ka diçka personale në ato shkrime? Po gjithsesi ka, zero. Po jo e tëra është personale. E kuptoj. Personale është mendimi, ideja, emocione që jep. Ti mund ta japësh një emocion edhe duke menduar pozitën e tjetrit. Do të shpeshherë shkruan ndjenja që nuk janë të tua të momentit, po
i ke për personazhet e tu. Se letërsia nuk është vetëm roman, ta bësh roman. Është edhe mendimi që ke për njerëzit që i kujton ata. Ani pse nuk i kthen në roman? Epse ndonjëherë është më mirë të shkruan ato, të bëhen libra, romane apo tregime. Mirë, po sa të preferohet kjo e shkurta, sepse lexohet më shumë. Po, veç e kom pa që ndiqeni shumë në rrjet. Sidomos në këto shkrimet, prapë tam në shkrimet që të cilat unë shpesh herë i kom bërë screenshot në telefonin tim. Besoj janë vlerat e përbashkëta që kemi me njerëzit që besojmë në të njëjtat vlera, në të njëjtat të mira që i konsiderojmë fetare, njerëzore, kombëtare. Isha tu e kërku një shkrim të fundit që më ka bërë përshtypje shumë. Nështë apo të kujtojt për cilin e kam fjallën? Përbes për momentin ju. Dhe më thonë, nuk po e mani me na. Ka shumë shkrimet e cilat shpesh herë kur i lexoj, nuk e di pse e gjej veten shumë. Në fund i tha, të dy humbëm gjërat të çmuara, unë kohën e ti mua. Po kjo, sepse shpesh herë kjo jetë është me kontradikta. Edhe ne do të mësohemi me karakterin kontradiktor të kësaj jete. Po me gjithë faktin që ka kontradikta, kjo nuk do të na bëjë që ne ta nënvlerësojmë veten. Ne mjafton që të jemi të sigurt që jemi në rrugën mbarë edhe të vazhdojmë. Se njeriu do të gjithë herë të jetë modest, mirë për vlerat që i ka, për ato që i beson brendshëm, ato nuk do t'ja me asnjë çmim. Po nga buroj pikërisht ky tekst, sepse unë kam bërë screenshot dhe kam ruajt, e që do ta përdori me thonë të drejtën, sigurisht me leje dhe me emrin e juaj, po që jo veç ky tekst, shumë tekstet tua, shumë shkrime, mund gjithmonë më kanë bërë përshtypje. Janë edhe për efekt letrar, ne mirëm edhe me gjuhën, me letërsinë. Edhe ajo kuptimi që lihet, kuptimi që përçën, sepse do thotë kur jep mesazhet këtilla, besoj i ja jep dikujt fjalën, shumë njerëz e dinë që janë të padrejtësuar. Sa duhesh. Që janë bërë të padrejtë. Sa duhesh. Edhe do thotë është se vao besoj që ti të ndërtosh një tekst apo një fjali apo sidomos kur e bën ato letrare, që është si mbrojtje, si mbrojtje për çështjen e aty në njerëzve. Po në gjitha këto se shpesh njeriu e ka të drejtën, por nuk e ka fjalën ta thatë. Ti si shkrimtar apo si ekspert në një fushë mund të ndihmosh atij me eksperiencën tënde që i afron artikulimin sa i drejtën e ka ai. Po në këto ti e bën më të paktën, ai ka më të shumtën, ai ka drejtën. Mirë, po ti i afron diçka. Librën nuk ma ke sjell sot? Jo, por ta sjell. Se jemi afër, ne jemi të gjithçyr që unë duna me Po, libri quhet Pyet zemrën tënde, është përmbledhje poezish. Është botuar vitin 2016, nëse s'ka po. Okej. Do të thonë edhe akoma e ka ndikimin sikur me dal sot. Kjo është e bukur ahoq. Unë po flas si lexuesi i juaj. E besoj që kam të drejtën me thonë. Faleminderit. A do të ketë libra të tjerë? Po. A je gati për ndonjë libër? Po. Disa do të jenë letrar. Një ka të bëjë me gramatikën e gjuhës shqipe, dikush mi ka bërë përmbledhjen e gjithë shkrimet të mia që kanë për gramatikën e gjuhës, po do t'i rishikoj edhe një herë. Edhe dy libra në letrar. Shumë mirë. Një është me tregime, tjetri është me poezi. Shumë mirë. Në gjitha këto tekstet, sepse po vazhdoj për me thonë... Edhe kolon, harrova, e kam përkthyer, po këtë s'po quaj librin tim, ky është përkthem. Okej. Isha të thonë që në këto tekste, në këto gjitha këto perla të mëdha dhe të mira, të cilat unë po i ruaj, përbes po i ruaj me fanatizëm në telefon, sepse po e gjej veten në çdo tekst, nuk e di çka po ndodh. Po më vjen me të pyet, po pse na lëndojnë ata që na i dojmë fort? Ta kam bërë këtë pyetje edhe në privat, por që duhet sonte publikisht me ma thonë. Nëse tash mund ta them përgjigjen, mund ta përmbledh
mendimin sepse neve s'na lëndojnë ata, po na lëndon dashuria ju, na lëndon respekti, na lëndon konsiderata jonë që mund të kenë qenë jo adekuate. Sepse njeriu vazhdimisht të jetë është hulumtues. Dhe nga njerë shkon më të madhe, po pastaj e vrej që nuk është ajo, nuk e ka menduar mirë, apo nuk e ka menduar drejt. Po edhe në ato ka herë, ka gjërat mira, mësim prej Zotit. Se ne shpesh mësohemi nga njerëzit, pa e mësim realisht në të vërtetë është mësim prej Zotit. Në fakt edhe fetarisht thuhet që zemrat lidhen mes vete, pavarësisht ku është qysh tek, apo jo? Po. Edhe kur lidhen njerëzit, aty ka diçka të përtejme. Ka diçka sekrete. Po, t'i kthejme asoj që thënë në fillim, në të raste ka mësime prej Zotit. Zotit edhe kur na zhgënjen nga njerëzit, edhe kur na zhgënjen prej tyre, Allah i madhërum dështa nëpërmjet atij fakti, nëpërmjet atij realiteti, Zoti i madhëruar na kthen ka vetja e tij. Sepse ne duke u dhënë pas njerëzve, harrojmë. Ne po pyetemi, prapë njohim Zotin, po zemrat janë të lidhura me njerëzit. Edhe ajo është momenti i reflektimit që ne të kthehemi shpejt ka Zoti. Edhe dim që është Zoti. Po kjo dhem shumë. Është Zoti, po tjerë nuk shempesh. Dhem shumë, sidomos në ato tekstet e juja hoxh, sigurisht që unë gjej veten gjithmonë me tonë të drejtën. Edhe kur zhgënjemi, kur dojmë shumë, kur lidhemi me dikën. Kështu që për çdo shkruajmë... Po ka si ne që zhgënjemin të mos e bëjmë veti tonën. Po, kuptoj. Po, kur zhgënjemi një herë në dytë do të jemi më të fortë, më të matur. Jo ta humbim guximin, po të jemi më të matur, që të mos zhgënjemi prapë. Se ke shpjeguar në mënyrë psikologjike, po nuk po duhet hyjnë në atë fushë. Po a lëm ekspertë, se njeri kur përballet vazhdimisht me të njëjtën gjë, me të njëjtin gabim, thotë pse më po më duhet gjithmonë kjo, ka diçka pastaj edhe nga vetja e tij, që do të përmirësoj edhe te vetja e tij. Hoq, sonda ka qenë intervista më interesante që keni mujtë ndonjëherë me dhënë, sepse unë di që privatësinë se kishte dhënë hyret te pjesa që nuk është fusha ime. Te cila? Te pjesa të flas për vetveten, për okay. Hoq, a shesa vështirë është për me folë mbi veten, për veten tënde? Sigurisht. Besoj që është e vështirë, por që unë gjithmonë kam pas dëshirë, kam pas qef, dashamirësi për mi ullë në këtë ullëse dhe për me folë për te pekullë të një hoqë të sukses. Sinqerisht, unë ju kom ndjek, ju kom përcjell, por që ka qenë e shkrume që sot për mi pas në studio. Se gjërat ndërlidhen, janë edhe kismet, janë përcaktim. Jo, unë po e tham edhe njëherë që për kur gjo në botë nuk ishe dash me dhanë jetën private dhe me nxjerrë në një emision. Unë e di këto, jam mirënjohës edhe shumë falenderues. Por peshën të cilën ju e keni në publik, njerëzit që ju vlerësojnë dhe ju çmojnë, sigurisht që mund gjithmonë më bën me tentu për me pas atë mysafir. Sigurisht që thuhet po mundohen për me mbledh edhe me sjell veç vlera. Shpeshherë ti mund të shkruash diçka, ndoshta ti pak i kushton asaj fjale, asaj fjalia, atij ndërtimi, po ai që e merr dhe përjeton ndoshta është më meritor për atë çka. Se i merr më me zemër. Ta kalon aty që ndoshta e ke shkruar te. Këtë e besoj dot. Unë sonte u kënaqa. Nuk e dini se ju keni kalu mirë, sepse minutazha e televizionit ose emisioneve të tilla kështu funksionon. Ju e dini, besoj. Për mua sonte ka qenë kënaqësi, ka qenë nder i madh, ka qenë shumë kënaqësi e madhe më pas edhe me ndosh shumë çka bash, me tonë drejtën kisha dashur edhe më gjatë. Edhe dokumentar me vose e ditë çka muj me nxjerr për juve, por sonte nuk dashta me të mundu shumë, sepse nuk është e lehtë edhe e thjesht për me fol për veten. Duke njohur edhe natyrën e juaj, e di që ju nuk flisni për veten, por ju punoni fort. Gjitha kamerat janë në fokusin tënd edhe du një këshill, një mendim, një sugjerim për krejt ata të cilët sot gjenden në situata jo të mira shpirtërore, sepse sot secili prej nesh
po ka lënë momente jo të mira, duke përfshi edhe vetën në këtë mes, sepse jo gjithçka është kështu që shihet në dritat e televizionit. Edhe gjitha kamerat janë veç për ty, për një këshill, mendim dhe sugjerim. Më ngushtovë tash se kërkoj diçka të madhe nga një njeri shumë i vogël. Jo, nuk më njej kështu. Po marr guxim, po ma jep guximin që të drejtohem njerëzve që janë në vuajtje, që kanë hasën pengesa në realizimin e qëllimeve tyre, që kanë problemet të ndryshme, që nuk njen komod, nuk njen rahat, ndihen të rrezikuar prej diçkaje që ka do ajo. Ne nuk themi diçka ngushëlluese, po e themi diçka që është e vërtet që Zoti i Madhruar u drejtohet këtyre njerëzve. Që ajo kuptimi fetar në këtë rast e jep që thotë që kur Zoti i Madhruar të vër në një vështërsi, atëherë ka diçka shumë të mirë pas saj. Bile, Zoti i Madhruar ata që i do i vën në për vështërsi, sa ata ndoshta ta humbin edhe të jenë shumë afër humbjes së krejt shpresës, edhe kjo interpretohet, komentohet që është thirrje e Zotit në vuajtjen e njeriut, në pengesën e njeriut, në rrezikun që ka njeriu i tillë. Aty është ftesa e Zotit, është thirrja e tij që ai e thret njerin që i thotë eja ka drejtohu ka hon. Nga dashuria e bën Zoti këtë. Nga dashuria e tij për ata njerëz. Edhe ata në rast se i përgjigjen, kur i përgjigjen, atëherë ata kanë me nisë me dash Zotin. E Zoti ka me dash ata edhe ma shumë, edhe ma vënë aty ka me dhonë shumë gjona, sa që ata kanë me qenë ma shumë të kënaqur. Spari me Zotin, po edhe shumë me veten e tyne, edhe ka me qenë e një historia që kanë kaluar. Mjafton të shoqëroj sinceriteti, e vërteta, qiltërësia, edhe ndodh kjo që po them. Hoq për mua sonte ka qenë kënaqësi, ka qenë edhe një herë po them nder shumë i madh që kem, si një vlerë e madhe dhe faleminderit që ju jap kësaj shoqërie më të mirën. Nuk është e lehtë, por e di që ju po e jap një më të mirë për këtë. Mendoj faleminderit për konsideratën. Besoj se është më tepër se sa meritoj. Faleminderit shumë. Atëherë të dashur miq, besoj që u pëlqeu bashkë biseda me Hoxhën. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.